Sot është 8 marsi, dita ndërkombëtare e grave. Ne ndodhemi në qendër të Fierit, është një qytet ndër më të rëndësishëm të Shqipërisë, me infrastrukturë urbane të zhvilluar, por me një mungesë madhore. Në qoftë se sot një qytetar i Fierit, një grua e Fierit, një pensioniste, një e moshuar, një nën me fëmijë me karrocë, një person një invalid, do të lëvizi nga qyteti i Fierit me transportin publik, do të filloj të ndaloj dikë të pyesi, ore ku mund ta gjej një autobus, ku mund ta gjej një transport një urban për të lëvizur. Dhe është e pamundur që ti të gjesh një përgjigje, të gjesh një stacion, të gjesh një tabel, ku të presësh, të thej kohën minimale, ti të kesh informacion që të rish të presësh. Dhe ne sot do bëjmë një provë. Unë tani ndodhem në qendër të Fierit dhe do shkoj në disa pika ku qytetarët e Fierit marrin shërbimet kryesore. Dhe të shikojmë se si mund të shkojmë në aty me transportin publik.